ora gjitha. Je bose? Bosi, Gramshi unë jam. Kjo është jo Formula 1, por traktori unos. Hej njerëz të bukur, ja ku ritakuam sërish së bashku, një javë e re, një episod i ri, një vend i ri. Mbrapa me kam një liçen, ku ndodhem do thoni ju se Shqipëria ka shumë liçene. Ndodhem pikërisht në Gramsh, që më kanë thënë që është shumë bukur dhe është një nga vendet më të nënvlerësuara në Shqipëri sepse ka bukuri përrallore. Mbrapa me është liçeni i Banjës, një nga liçenet më të mëdha artificiale në Shqipëri. Shikojeni çfarë panorame e mrekullueshme që është, por ne nuk kemi ardhur për të shijuar panoramën. Mos u ngatroni, në këtë program asgjë nuk është normale. Dhe pa humbur kohë do të nisim këtë episod, por fillimisht falenderojmë sponsorin ton, Automobil Moçka. Gramshi, a jeni gati? Shkojmë! Ja pra të dashur njerëz, erdha në qendër të Gramshit. Mua më kanë thënë që Gramshi ka disa liçene. Ka disa liçene. Cilat janë liçenet e Gramshit? Është nuk i di shumë, po Është njëri i zi më duket. në Liçeni i zi. Apo keni të bardhë? liçene bardhë di unë atje në të malësit lartë, kam qenë vetëm njerë, kam qenë atje dhe nuk kam... Pra nuk keni vizituar shumë liçene? Nuk kemi vizituar shumë. Sa gram tru do të ketë një person që jeton në Gramsh? Inteligjenca e para se këtu ka pastërti njerë, ka qetësi, ashtu. E negative është që nuk ka punësim. S'ka punësim. Po, vetëm kjo... Ti qa ke punuar ti? Magazinjer kooperative kam qenë. Si ishte? Ishte bukur të jetoj në kooperativ, punoni të gjithë bashkë, dorë për dore. Për mendimin tim, rinin që kam shijuar unë, Pa. besoj që nuk e shijoni ju. Nuk e them na çështje ekonomike se... Po pse qa ke bërë ti në rinin tënde që se kam bërë unë? Ke vajt në klab ti atëherë? Urdhëro? Ke vajt në klab, dupsi, ke kërcyer? Jo. Okej. Po. Ke provuar lëndë narkotike? Jo. Qa them unë, ke shkuar në strip club? Jo. Çfarë ke shijuar ti në rinin tënde që se kam shijuar unë për shembull? Jo se unë i kam bërë gjithë të gjëra mami, është thjesht show. Unë kam shijuar këta në rinin. Qa ke shijuar? Sepse alegrin, shoqërin, Halegrin. Okej. Shkoje me shoqërin. shkonja me shoqërin, po të thuaç çdo natë vinja në mramje. Tani, a ke rëndin dashuri kur ke qenë i ri? Man mend ndonjë, jo gruan që ke, në një të dashur që s'ta ka varë, ose që Jo. ishte një dashuri shumë e pamundur, gramshiote. Dashuri shpirtërore kam patur shumë, A ke sepse tradhuar ndonjëherë ti? jo. Ti je një gramshiot? Gramshioku i vjetër. Si është Gramshi? Gramshi qyteti më i bukur. Po qa keni ju që nuk e ka Roskoveci? Roskoveci nuk e njoh. Nuk e njeh. Okej. Kam Sa lek duhet shpenzoj unë për të qëndruar një ditë në Gramsh? pak. Sa pak? Varet sa do marrë. Unë ha pak, për shembull, se jam i dobët. Sa lek harxoj unë? Po do harxojsh maksimumi 1500 lek. Të vjetra? Të reja. Atë e pra se më. Pra 15.000 lek të vjetra një ditë në Gramsh. Po. Kaq. Kaq. Nuk Fare? harxon më shumë ti. Nuk harxoj. Pra jam ekonomik. Ka bulmetin
që ka të përsosur, nuk e ka rrethët e tjerë. Është bio origjinal. As Roskoveci nuk e ka? Nuk ka një Roskoveci. Roskoveci. Zotëri shumë faleminderit, gjithë të mira, para Gramshi. Te ja ti ke këtë dyqanin këtu? Sa xhiro ditë bën ti? S'ka lek? I ka hap zyrtarin dhe shikoje. Hajde. Hajde. Mua mos më thuaj se unë e hap vërtet. Ku e ke? Kjo është? Okej, le ti numërojmë. Numëroj. 2.000, 4.000 dhe 2 euro? Po të shanë këto? Jam kopla piqina pantallonit. Seriozisht, nuk ka fare, a që ke 4.000 lek gjiro? Qa, s'ka? Po duhet ta ketë problemin malli. Jo, malli i bukur që ka prita shiko. Po bësh gjati. Po qa të blej unë këtu? A, shë i bluze. Shiko, unë s'ka marrë për shopping, unë ka marrë për turizëm. A ka turista këtej? Vizitojnë shumë Gramshin? Namin, buk me vete. Buk me vete? Zonjë, si jeni? Si jeni? Si më kaloni? Oh, lodha ka marrë nga Tirana. Dhe kësha më për ty o zotë. Qeve shumë bukur njërë, me jeshile, të shko ka shumë jeshilja. Tani Gramshi, ka marrë në Gramsh për herë të parë. Si është Gramshi? Gramshi shumë i mirë, qytet i qetë. I qetë? A janë njerëzit të qetë gjithashtu? Ashtu janë njerëz të mirë të qetë. Sa gram tru duhet kesh të tjesh në Gramsh? Ke shumë gram tru. Se do t'jesh, kesh nerva, do t'kesh lek. Se po s'patë lek, s'ke. Unë vajt aty dyqan rrobash, kishte vetëm 4.000 lek aty. Kush është më i pasur i zonës këtu? Unë sa di kush është Se i di. pasur. Ti sa e pasur e, se pas ke shumë bizhu, Ura. gjëra, floriri, ja, çantë, gjitha Pandora, ato sa unë floriri. s'marr veshi, Po, po. ja duart e punëtorit, bosh. bosh. Ti që ke ora Jam gjitha. bosi re. Je bose? Bosi, Gramshit unë jam. Si quheshte? O, Zhaneta. Zhaneta, bosja e Gramshit. Bosja Gramshit. Kam nderin që të takoj. Po. Kush është më i famshëm që keni nxjerrë ju nga Gramshi? Po ka po. Se për shembull Lushnja më ka nxjerrë mua. Po jam vetë unë re. Ua. Në jam bosi vetë qysh. Okej, pra Zhaneta, ti je VIP i parë dhe i fundit nga Gramshi. Po, unë jam. Cili është profesioni që ju zotroni? Unë, Apo vini shpije? të pini dhall? Vallë, qumë është pimë në kos, ham. Sa e mirë që e ke. Ashtu jam unë e një. Pra, merreni me punë shtëpie kryesisht. Shtëpi. Hajde me leta flasim. Leta, come on girl. Ti që ke një rob shumë pozitiv një herë, më lejo të them këtë. Si e ruan pozitivitetin edhe në një vend si Gramshi? O, mirë. A, po, pata njerës mirë, do shumë mirë. Po, pata të keq. A mirë pashë në themur. Burrin si e ke njoh? Borin ma bën. Ta bën? Të doli mirë? O, mashallah. Shumë mirë, kam flori e kam burin. Po të japun tani 1.000 euro, çfarë do bësh? Që të bëj? A, se gjithë që të bëj 1.000 euro. S'ke qa bën. A do bësh një statuj të ndën këtu në Po, Gramsh? këtu e bëjën. Je shumë e mirë. Sikur të ishin gjithë njerëzit si ty. E, se janë gjithë njerëzit. Syti pas ke blu, Shu jam e bukur unë. këtë jeshile, shallin blu, Kam kombinurën. vet vishesh, Vetë. nuk të ndihmon asnjë njeri tjetër. Kam gusto vetëm. Gusto vet, gjithmonë ke pas gusto? Që kur ke qenë e re? Po unë si jam vesh sot, nga 1 në 10, çfarë stili do më vije? Prit më shiko tamam. Të 10. Prit. Rrë bota. Hm? Jo, mashallah. Më 10. Je shumë e mirë, shumë faleminderit. Si jeni ju këte nga Gramshi? Mirë, po juve. Mirë jemi. Qa po bëni ju? Dolët për pazar? Dolëm një për pazar, për vapër. Qa keni bler? Qa keni... Blejmë në gjona, i domate dhe do në tamë. Doni të hani. Pse mos të hani në fund të ditës? Ju të dyja çfarë jeni, shoqe? Motra. Motra! A moj motra, motrani. Po. Se di kanë këngën e majës. Tani, sa e vështirë është të jeni motra në njëjtin vend? Shumë mirë, nuk ka vështirë, se ku ka të keshë njeri unë tonë të afa. A jeni martuar afër ju me njëra tjetrën? Po, jo. Aty jemi me lagje. Me lagje. Po. E bët kastile?
Po çka ka se ashtu ishte kismeti. Kismeti. Kush është më e pasur nga ju të dyja? Ajo se ka me rrogë. Kjo e ka me rrogë. Jo, me jo qa rrogë kam unë 100.000 lekë marrën. O, ti je më e pasur, shikoj si e paske ti këtë? Shi. Më një plan kameramani nga kokat e këmbët, o? Ti paske syze, ajo nuk ka syze. Ti paske dhëth, ti paske dhëth, ajo nuk ka dhëth. Tani pranoje që je e pasur. Ati pse s'man vot ajo? Se nuk ka burri, se kështu kemi zakone. Jo, nuk ka pato që fillim. S'ka pas që fillim, thot, ha? S'ka pas që fillim. A njeh Zhanetën ti? Ja. Pa ajo tha, unë jam më e famshmja e Gramshit. Qa ke Zhaneta? Zhaneta tha, jam unë më e pasura. Nuk e njo. Nuk e njoh. Unë si të dukem ty. Shumë djali mirë. E gjete, më në fund të përgjigje saktë një pyetje. Unë të falenderoj shumë dhe s'po të maj më se e zhvap. Falenderoj. Kalosh sa më mirë, Ashtu u dhe pasurofsh më shumë. Dhe thonë pastaj që në Gramsh ka ikur gjithë rinia, por rinia është ende këtu. Ku jemi? Kush jam unë? Le të vjojmë. Jani! Si janë njerëzit e Gramshit? Janë të qetë, nevrik? Shumë të mirë, shumë të qetë janë. Ju të dyja jeni shoqe? Jemi motra. Motra! Pra çifti i dytë motër dhe intervistova edhe 2 motra të tjera më përpara. Po ju jeni martuar në të njëjtin vend? Po. Jeni afër në lagje? Po, A njihen burrat tuaj? Njifen. Njihen. Njifen, se s'njifen. Është më mirë të jeni bashkë apo larg? Por pse larg? Pse thon kur je afër zihesh më shumë. Po jo pse zirem nëse bush kemi shtëpitë e veta. Tani ju i bie jeni dhe motra dhe kunata apo s'ka lidhje? S'ka lidhje. Vetëm motra. Më lidhje fare kunata. Kunata ti kemi tjera. Kush është vipi që ka nxjerr më i madh Gramshi? Vipa Gramshika. Po kush? Na kemi Shipezanin, që është këngëtare. Shqipezani, unë vetëm Shqipe Hysena njoh. Ku e një Shqipe Hysena? Aha, Shqipe Hysena. Çka ka Shqipja? Shqipezani. Dhe tani jam në fshatin Koçaj, pikërisht vetëm për një motiv, për të takuar breshkëzën time të vogël, e cila në fakt kjo është tezja e breshkës së përmetit. Nëse e mani mend tek promo e parë, ndërsa me ato të fishtës kjo nuk flet sepse u zum për punë gjethe, punë tokash. Por Shqipëria është një vend i vogël, por një farefis i madh. Çdo vend ka një breshk dhe çdo breshk lidhet me mua. Shkojmë. Gëzuar aki, faleminderit që më mirë prita. Rrofsh. Nëse erdhe të më kamit, të parë të gëzuar këto herë. Faleminderit. Po turista, a vinë shpesh këtej? Kur dhe? Turista. Jo. Pse gjenje nuk. S'ke pa turista? Ja. Unë jam turisti i parë që vi këtu në Koçaj. Ti i pari, ti. Turisti i parë. Turist i pari, ti. A mendon që do jetosh gjithmonë këtu edhe nuk do shkosh te fëmijët? Unë vet, por. Nuk ikën? Me një bashortën. Këtu. Po, këtu. Pa është e vështirë të jetosh vetëm me bashkëshorten? Unë po bëj 30 vjet vetëm. 30 vjet. 199. 199. Që i ka fëmija? Shikën të njerësh, po kuptohet. Po duhet të shkosh shumë mirë me gruan që të shkosh 30 vite vetëm me gruan. Ashtu kam grua të mirë. Ashtu kur. Po si është një grua e mirë sipas teje? Çka ka ajo që është e mirë? Derisa mua nuk më the Allahun, më shërben, më bën gjitha gjërat. Po ti çfarë i ofron asaj? Allo kreshi, ashtu. Po pse o xhaxhi është kjo ideja që gruaja duhet i shërbej burrit? Gruaja është shërbëtore apo jo? Këtë po më thotë, dua të di logjikën tuaj të vjetërve. Për mua jo. Jo, nuk është. Jo. Është njeriu si ime, të dy lloj. Pra barazi në çift. Ka barazi sa të gjitha një lloj. Kush vendos tek ju? Të dy. Të dy. Po. Merrni mendimet e njëri tjetrit. Po.
Tani unë erdha këtu dhe pas që kishit bërë disa shpenzime ju. Po, Lekët kush i mban? grua e mam, po, unë e di. Pse ka ndryshuar kjo tani? I mbajnë lekët gratë? Pa, se ka dhe. Apo janë financiere më të mira? Jo. Po gratë, të rëvlikë gratë, po ashtu të vej, nuk. Po në maj lekë. Jo se s'majnë, se lekë, pa 50.000 lekë nuk i po ashtu. Pa 50.000 lekë ti nuk ikën, a? Shik asnjëherë. Asnjëherë, Jo. të dalësh në shtëpia pa 50.000 Jo, lekë. po të lekë do të keme vetë burrë që. Po, sa shpenzime bën ju këtu në Gramsh? Është e shtrenjtë jeta këtu? Ja me ato gjërat sot që blet sa vajti? 120.000, 120.000. Sa shkuar. Si që morën pensionin, ati e lanë. Si që merrni pensione e linin pazar. Po neve në ndihmojnë fëmijë. Ju ndihmojnë fëmijët patjetër. Po. Po pushime verore bëni ju? Na herë kur jemi të fëmijët në Greqi, pa këte, jo këte. Keni vajt në Greqi? Po shi, po kemi vajt. A ka gjarpërin këtej? Ka. Ka? Ka, në parë ka gjalpëri, ka. Pra ka shumë, se tha dhe Arbana Osmani që te topi ka shumë gjarpërinj, do më thënë ka pas televizioni ka shumë gjarpërinj, po pas ka dhe në Gramsh. Ka. Kudo do më thënë. Ka, gjalpërin ka. Si të vi. A bësh në vrik shpesh? Jo. S'para bësh? Tashim. Po së pëlqeu dhe bërtasu. Pa tjetër, po zbërtiti burri nuk është burë. Po më gjetë shumë mua ti, po. Ti të po më gjeri me ku më gjeri me grepa, ti më gjetë. Me grepa? Do. Nga Koçaj erdha në Mashan sepse dua me gjetë derman. Qa po bën ti? Mirë. Mirë, si je ti? A je mirë? Mirë, ti si je? Nga ke qenë? Si quhesh ti? Quhem Violeta, Violeta? po plaka. Si është këtu në Shaman? Pashë, qa po bëje me bu? Mashan? Ku sa shajti? He? Emri është Mashan. Mashan, po. A, Mashan, jo Mashan. Jo Mashan, Mashan. Mashan. Po. Ajde tani më mi prit pak në shtëpi se shtëpi ku vapës nuk kam ku të fus kokën. Si je ti? Mirë. Mirë, qa po bëni këtu ju? Ne, po kem blerë një hidra grua dhe po i bëjmë kështu. Hidra, po këto të djegi nga duart. Të djegin. Prandaj e keni vënë dorashkat ju? Po. Po për qa e bëni këtë histrujnë? Mi shes. I shisni? Bim mjekësore. Bim mjekësore. Po sa e shisni? Që më i bëni tufa të vogla? Jo, kështu vetëm gjethe. Vetëm gjethe. Me kile, po sa është kilja e hisni? 2500 lekë. Nxirrni në fitim të madhe, po? Po qa fitim, po janë atë ke hara dhe i kem blerë dhe i kemi. Shumë mirë. Ju të dy vetëm jetoni? Ne të dy vetëm jetoni. 2 kalamaj kemi, një qunë i gocë, i kemi në Tiranë. Në Tiranë, në? Ju të dy këtu. Ne të dy këtu. Kështu ka ngel shumë. Shumë. Kudo ku po vete unë, Gjitha, 2 njerëz në shtëpi, fëmijët i janë jashtë. gjitha familje këtu, vetëm nga dy plesh ka ngel. Edhe kur shkon ai fëmijë të vogël, po parrall ka që kanë. Po pse quhet Mashan? Ashtu e ka emrin, ashtu e ka më të parë. Ngjan sikur dikush ju ka shajtur dhe kanë thënë Mashan. Jo, është o bet emri, ashtu ka më emrin. Ka ndonjë gjë të bukur këtu? Se kështu si rrugë i kishit gjitha të shtruara, ishte shat tamam. Rrugë shtruara me drejtim, me ure zeza, me ujë pishëm 24 orë, Keni ujë të pishëm. ujë vaditje kemi, Pra nuk keni çata në kohë. nuk kemi. Ja. Tani më thuaj pak, burri si është? Burri është shumë i mirë. S'ke asnjë ankesë? Asnjë ankesë. I sjellshëm, i dashur. Se isha dhe tek një shtëpi dhe tha një tjetër burr, një qytetar, tha për gruan e tij, tha një burr tha nuk është i mirë, tha po s'pati një grua të fortë, të mirë brapa ti. Është e vërtet kjo? Po tani, po si të dy, po nuk që të dy me kuptim, me arveshe, po s'ja me një mendim, Dalin do dalin konflikte. Liq. ne shkojmë mirë. Ju një krye plak fshati? Kemi.
E keni zgjedh vetëm me votat tuaja apo është vetë shpall? Me vota dhe mbledhë shtati dhe është. Burri yt nuk kandidoi për kështu kryeplak apo jo? Jo, Apo nuk e bën ti? s'kam kandiduar, kam qenë, A e bën? kam Që e qenë, bën, po. kam qenë, Po kur e bën pse nuk u bë? po tani gjithë do bëhet, gjithë do bëhet. Nuk bëhen të gjithë Po kryeplak. me rotacion, sa vite në pushtet ka ky kryeplaku aktual? Po ky 3 vite. që një tjetër, që një arsimtar, që një drejtor, që Se do të pëlqente ty të ishe zonja e parë e kryeplakut? po jo, Qa? mua pëlqen edhe Po edhe po qa kompetencë dhe qa ka kryeplaku, S'ka asgjë? Jo. Ka vetëm Se emrin? cili vetëm e emri Vetëm që Pra Hisla do vazhdoje do. If sa do bëj. unë po dhe ai po, dhe ai që është atë punë Unë ju falenderoj shumë që më mirëpritët dhe Po qa mund të vazhdoni punën. Po ju që shëllisni tash në vapt. Ja, thuaja shefes time. Pse ajo shefi? Jo, shefja që shef nga ekrani, do dalësh thot ajo në vap, do dalësh, do shkosh cep më cep të Shqipërisë. Çfarë ti them unë asaj? Kam një mision. Po misioni dakord, po misioni bëhet para dite dhe mas dite. Ja, thuaja. Jem pishkët vapt, jo tash në vapt. Thuaja, mos e nxirr më fatosin në vap, thuaj. Ulu. Tani, në qoftë se ti do kishe 3 dëshira, çfarë do dëshiroje për veten tënde? 1. Tash nuk më shoh më s'ka Pra, ke dëshirat e Xhindit, të Aladinit. 3 dëshira, çfarë të dush ti do plotësohen? Kush janë? një rregullacioni, të martohet, bën familjar. Okej, 2. E dyta çfarë them unë? Ti bësh dasëm çunit? Ja, s'ka iku ku e dasma. E dyta është pension, në rritën pensionet. Sa e do pensionin? Pensionet pak 300.000 ditë, Sa e keti tani? 100, 100 çfarë? 100.000 lek? 100.000 lek. Wow. Dhe shumë vite të kooperativës na kishin humbur. Ju kanë humbur, Ah, se s'kanë qenë dokumentuara. Po, dëshira e tretë? dëshira tretë. Çfarë them unë? Shpina e kam të mirë, e kam. Po ja, të bësh një pishin aty për shkak. Po Të s'kemi zhytesh. kushte. S'kemi kushte për. Po, unë po them dëshirë, pra, është dëshirë. Unë me zi bëra shpinë dhe këta që bëra më futën në burg. Pse re? Pse po shpithën? Të futë në burg? Po pra, Ti ke qenë në burg? jo shumë po më morën një natë. Një natë. Se e Se bëre pa leje ti. jo, leje në kisha. Po për çfarë të futën? Ishte leja për 3 muaj, fakt. Kështu është ligji, thoshin ata. E kisha leje. Po si ti jep lejen 3 muaj, mas 3 muaj do e prishe shtëpinë ti? Jo, kështu ishte ajo, për 3 muaj ta përfundoj një shtëpi. Mirë, unë e bëra vetë me forcat e mia. Avash. Ata merrën më bënë më burg e di. Si ishte një natë në burg? E natë, të merr. Me vërtet? Merr. Ishe vetëm në një qelit të vetmuar? Jo, ishte me një tjetër. Ishte edhe një tjetër këtu. Pas ke pas të njohur të pak. Ata e proceduan për në Elbasan, pastaj mua më falën se kisha, se ai kishte pa lej fare. Ja, pra që pas ke qenë njëri me fat. Tani ndodhem në Kotor dhe siç e shikoni pas meje ndodhet ekzekutimi i një breshke, të cilën e kanë vrarë dhe e kanë ngulur mbi një punë, mbi një kallëm. Por gjithsesi ne këtu s'kemi ardhur për breshkat, por kemi ardhur për njerëzit. Shohim se çfarë ndodh në Kotor. A e ndjeni dhe ju këtë arom nga shtëpitë tuaja? Është arom bajke, arom fshati, arom bia. Dhe siç mund ta shikoni, plluq direkt nga dritarja. Kështu të ri? Au, nisemi! Jam në Kotor. Ju zotëri si quheni? Luan, Kotor. Luan. Po ju zonjë? Brunilda. Luani dhe Brunilda më morën në Zitor quhet kjo apo jo? Tani çfarë bëni ju këtu në tokën tuaj që keni mbjell grur? E keni korrur shoh. Po shkorre.
E tani çfarë do I bëni? Do ta fshirëm bykun, e duam për lop. Për lopët. Sa lop keni ju? 5 lop. 5 lop? Janë madhur. I besoj e përdori qumshin për të shitur dhe për çdo gjë tjetër, apo jo? Ushqemi dhe vim për dallë. Po sa lek fitoni ju nga bujqësia? Po fitim. Sa të vish vërdallë, sa që më ngelesh fare, sa. Kuketi, ngelet lektit, le, bujësia, thot, nem njerë, sa. Pastaj thot E vërtet. Kush e menaxhon lekun në shtëpi, ti apo bashkëshortja? Po leku ka ngele gravet më shumë. E pra, këtë më kanë thënë të gjithë ku kanë vajtë. Jo, Si ka mundësi, a? Po detyrimisht ato janë shtëpi, sa. Ku? Ja, prit se të Burri është me qartë. prit se të dal pagana jote. Si ka mundësi që lekun e menaxhon gruaja? Po, ti më pse ajo e man çik më shu. E më shtrënguar. Nuk e prish gruaja. Be burri jot për shembull kur jep ti që thua për shembull, na, okay, këtë do e shpenzosh për qef. Po e ja, pse? Sa e ka tarifën? Sa dojnë? Mirë tani pa humbur kohën, them ti fillojmë punën dhe të mbledhim të gjithë kashtën, okay? Po. Fillojmë punën. Po kjo? Tu do dalin ballat. Dalin gatshme. Shi, se dija këta unë. Kemi hyrë në Evropë. Në Evropë. Kemi hyrë, po jemi drejt. Drejt Europës jemi, pa tjetër. I bëni kështu ju, resht, këtu. Hapur e bëjmë si rresht. Prit. Ashtu do. Se shiko, dhe unë në fshat jam rritur, pavarësisht se jam kështu. Pra ne bëjmë gati që këtu të kaloj zitori. Apo ja? Undez! Gati! Kjo është jo Formula 1, por traktori 1. Ua, doli dengu! Doli dengu I parë! E teksa dengjet po bëhen gati, unë tani kam një mision tjetër, të shkoj aty në kanionet e Holtës, kështu që e jani me mua. Tani ndodhem në kanionin e Holtës. Në këtë kanion I cili është një nga mrekullitë më të bukura natyrore këtu në Gramsh, kam folur shumë njerëzit për të dhe tani jam gati ta vizitoj, por si çdo gjë që ndodh në këtë program nuk do jetë normale, kështu që e jani të shkojmë bashkë dhe të shohim kanionin e Holtës. Por, si që thash, asgjë nuk është normale. Unë këtë herë do e bëj kanionin e Holtës zbathur. Just for the fun of it, pse jo? Si që shikoni, unë nuk I kam çorapet e grisura dhe I kam të bardha, si që kam dhe shpirtin, kështu që e jani dhe shkojmë. Gurët janë shumë të nxehtë. Sepse po e bëj zbathur nuk e di. Po që ka mirë. Ndjen pikërisht atë që duhet të ndjesh, energjinë e këtij vendi. Sa të nxehta! Thuhet që kanionet e Holtës shkojnë deri në Lumi I Holtës pikërisht ka mira vite I cili shkon mes për mes shkëmbin dhe duke I bërë ata sa më të thepisur dhe duke formuar pikërisht këto kanione. Përballë meje ndodhet një urë shumë primitive, siç mund ta shihni. Dhe kjo urë është bërë posaçërisht për mua që të kaloj këtu. A e kaloj dotun apo do vije do thy qafën? Jo, se kaloj dot. Jo!
2 hours later. E pra urën nuk e kalova dot, por të paktën juve ju argëtova me këtë episod të Fantastic Albania. Faleminderit që ndoqët deri në fund dhe mos harroni bashkëdëshimi të njëjtën tjetër në 18:00. Deri atëherë ju lë me shprehjen e çdo episodi që ndonjëherë lumturia gjendet dhe në gjëra të vogla. Paçi! Andale!